Begatia tjetër vëllezër është begatia ushqimit dhe furnizimit. Furnizimi nuk është në dorën e njeriut. Dikush po thotë unë i maj 5.5 familje, ka 5 antarëve, 25 antarë. Dikush thotë unë i maj 50 punëtorë, ka 5 antarë me qenë, u bonën një kiamet njerëz të cilët unë për i maj. Jo, ti e hizmeqar, ti e ke mundësu, mirë për Allahu Azza wa Jalla është ai cili jetë. Allahu Azza wa Jalla për thotë, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Nuk ka gjaves në tokë, veç se Allahu e furnizon atë. Dhe më thonë edhe ty, edhe mu, edhe kafshën, edhe insektin nguri që nër guri që është, ata e furnizon Allahu Azza wa Jalla. Mirë për ti e shkaktar që ti je duke i majtë disa familje. Edhe ata dhe më thonë që përpunojnë të ti, në shpinën e aty me jetu hangër ti. Pse? Që vetë punon? Ma e një fabrik me 200 punëtorë, ma e vetë. A mundësh me majtë nuk mundësh. Pra, është puna reciproke. Unë e bëj punën, ti e jetë lekun. E kështu që, së bashkë e falëndrejmë Allahun Azza wa Jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë, po të mbështeteshit tek Allahu si që duhet, do t'ju furnizonte si zotës, dalin në mëngjes, të uritur e kthehen në mbrëmje të ngopur. Shënon Imam Tirmidhi. Pra, kush e furnizon zotës? Kush e furnizon balenën në deti? Kush e furnizon peshkun në deti? Kretë Allahu Azza wa Jalla. Pasi që Allahu është krijues, Allahu ta ka vënë do të thotë edhe furnizimin, edhe riskun se çka kime hangër, çka kime pi. Andaj, neve na mbetet vetëm ta falenderojmë Allahun Azza wa Jalla